Ndërsa Big Brother po shkon drejt finales, janë publikuar disa prapaskena që pretendohet se sqarojnë disa nga pikpyetjet më të diskutuara të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania. Sipas burimeve, Rogerti dhe Juela rezultojnë të jenë kushërinj, një lidhje që nuk është bërë kurrë publike nga produksioni. Nuk është e qartë nëse kjo është neglizhuar qëllimisht apo është pjesë e një strategjie për të ndikuar dinamikën e lojës. Një tjetër detaj lidhet me personin që Brikena e ka prezantuar si Dai, i cili në të vërtetë thuhet se është partneri i saj nga Kosova. Ai përshkruhet si i martuar dhe me fëmijë, ndërsa gjatë një konflikti me banorin Mateo është identifikuar në këtë mënyrë. Mbetet e paqartë nëse ai vetë ka qenë i përfshirë në kërcënime apo nëse ka vepruar përmes të tjerëve. Sa i përket Selin Bollatit, thuhet se ajo është menaxhuar nga Ardit Gjebrea, gjë që mund t'i ketë dhënë avantazh në lojë. Burimet sugjerojnë se ajo shihet edhe si një nga pretendentet kryesore për fitore. Po ashtu, përfshirja e saj si imazhi një pjeje energjike të lidhur me top media ka ngritur dyshime mbi paanshmërinë e formatit. Të gjitha këto elemente sugjerojnë se loja mund të ndikohet edhe nga faktori jashtë kamerave.